luftatës dhe si pasojë drejt për drejt e saj janë vrarë, zhdukur me dhunë ose kanë humbur jetën 13.227 persona. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se pas çdo numri qëndron një jetë e humbur, një familje shkatruar dhe një dhimbje që vazhdon të ndihet edhe sot. Raporti dokumenton se në grup moshën nga 0 deri në 17 vjeç janë 1047 fëmijë të vrarë, 94 kanë vdekur si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa ende nuk dihet për fatin e vendodhjen e 100 fëmijëve të zhdukur me dhunë. Vrasja e mbi 1000 fëmijëve, përtej se qeni statistik tragjike, është plagë e thellë e shoqërisë sonë. Është akuzë e përhershme kundër barbarisë së luftës dhe detyrim për shtetin tonë që e vërteta të dokumentohet, drejtësia të kërkohet dhe kujtesa të ruhet. Ndërkaq drejtori i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, Adhej Hetemi, foli për metodologjinë dhe kriteret e përdorura gjatë grumbullimit dhe verifikimit të dhënave. Në listë janë të përfshirë ato viktima të këtyre 3 kategorive që kanë lindur, kanë jetuar ose kanë pasur vend banim në territorin e Kosovës në kohën e luftës, kanë pësuar plagë vdekjepruse ose janë zhdukur në territorin e Kosovës në rrethana të ndërlidhura drejt për drejt me luftën, kanë humbur jetën si pasojë drejt për drejt e plagëve të marra gjatë luftës dhe bazuar në dokumentacionin e verifikuar që e kemi gjetur kanë lidhje të drejt për drejt me ngjarjet e luftës në Kosovë. Sipas të dhënave të publikuara në raport, gjatë luftës janë vrarë 11.408 persona, 1.578 janë zhdukur me dhunë, ndërsa 241 persona kanë humbur jetën pas përfundimit të luftës, si pasojë e plagëve të marra gjatë saj. Ndërkaq komuna më e prekur nga humbje të jetëve është Skënderaj, e pasuar nga Gjakova, Drenas dhe Rahoveci. 4 rajonet e para. Përshëndetje të nderuar shikues, kemi ndjekur pra kështu raportin e përgatitur nga kolegja Donik Sherifje, cila ka prezantuar të dhënat nga lansimi i raportit të Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili është bërë sot gjatë ditës. Për të folur për detajet se çka përmban ky raport në tërësi dhe se cila do të jenë hapa tutje se si do të vazhdohet deri në përditësimin e tij në fazat të tjera, do të flasim pra me drejtorin e Institutit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, Adhej Hetemin. Faleminderit për prezencën sot Hetemin. Faleminderit për ftesën. Atëherë kemi pra një raport të publikuar, tashmë ekziston edhe vegza e cila është publikuar gjatë ditës, ku kanë qasje edhe qytetarët dhe të gjithë ata që kanë interesim të shohin të dhënat e publikuara së fundi, një punë po besoj maratonike për të nxjerrë të gjitha këto të dhëna. Si ka shkuar? Saktë, do të thotë prej fillimit kur është themelu instituti në nëntor të vitit 2023, me thënë të drejtën, unë kam pasur si lloj objektivi, kështu që t'i krijojmë disa databaza apo lista që më herët nuk i kanë munguar në tërësi vendit, por nuk kanë qenë të institucionalizuara. Mendoj që ka qenë harmonizimi këtyre dhënave ekzistuese të krijuara nga organizata të ndryshme, institucione të ndryshme. Ka qenë i domosdoshëm, jo për arsye se ato materialet të prodhuara deri më tani janë të pavlefshme, larg asaj, por për shkak se ka pasur burime të shumta, databaza, lista të ndryshme të krijuara në periudha e për qëllime të ndryshme, të krijuara me metodologji jo të njëjta, edhe me standarde të ndryshme të verifikimit. Andaj mendoj që ka qenë përgjigje e duhur institucionale e Institutit të Krimit të Kryer gjatë luftës në Kosovë që të filloj një proces të standardizimit, të verifikimit dhe të validimit të të dhënave. Pra jo një bashkim mekanik të gjitha materialeve ekzistuese, por identifikim, krahasim, verifikim, riverifikim, validim individual i secilit rast. Dhe si rezultat kemi arritur që ta prodhojmë listën që e kemi quajtur preliminare. E kemi quajtur preliminare jo për shkak se rastet e përfshira në listë nuk janë të verifikuara si duhet, por për shkak se jemi të hapur që në të ardhmen do të pranojmë edhe materiale shtesë për rastet ekzistuese që pasurojnë, si më thënë,
arkivin individual të secilit person të vrarë, të zhdukur si pasojë e luftës, të zhdukur me dhunë apo të vdekur si pasojë e luftës, por edhe të shtojmë rastet të reja, cilat nëse na vinë atëherë mund t'i përfshijmë. Pra, lista megjithëse quhet preliminare, mund të pasojë ndryshime vetëm në kuptim të rritjes së numrit të personave të vrarë. Dhe jo domosdoshmërisht për shkak se këto që janë të përfshira deri më tani në listë janë po mendoj të verifikuara. Sa ka qenë sfiduese, zotëria Temi, sepse dim ka 28 vjet që nga fillimi i luftës, pra dhe po hym gati në dekadën e tretë. Kemi dëshmitar të cilët janë të plakur, disa prej tyre i kemi humbur fare dhe kjo është një sfidë në vete, po besoj sepse ata janë që plasin dhe tregojnë për përjetimet që kanë pasur në vitet e rënda që ka kaluar vendi. Sa kanë qenë qytetarët të gatshëm të ju ndihmojnë dhe të verifikoni të gjitha këto, sepse është një çështje sigurisht shumë e ndihshme. Me thënë të drejtën, njëra prej sfidave kryesore prej fillimit të themelimit të institutit ka qenë fitimi i, si me thënë, besimit të familjarëve të viktimave ose atyre që kanë viktima të mbjetuara, që kanë përjetuar krimet kryer gjatë luftës në Kosovë. Megjithëse mjaft sfiduese, në fillim kemi hasur më tepër në rezistencë, ndërsa do thoya muajt e fundit kemi pas një bashkëpunim më të mirë me familjarët, por edhe me viktimat e mbjetuara. Megjithatë vlen të theksohet se gjitha materialet e prodhuara deri më tani që kontribojnë në dokumentimin e mirëfillt të viktimeve të luftës në Kosovë janë shfrytzuar për përpilimin e kësaj liste. Do të thotë nuk janë, si më thonë, nënvlerësuar apo injoruar në asnjë mënyrë, por kemi përdorur burime të ndryshme, megjithatë asnjë burim nuk është trajtuar si i mjaftueshëm ose përfundimtar në vetvete. Llojet e burimeve që i kemi përdorur, do të thoya që janë përdorur për herë të parë ndoshta në përpilimin e një liste të tillë, janë burime nga institucione shtetërore, për shembull Agjencia e Regjistrit Civil, kemi marrë certifikatat e vdekjes që kanë përku me periudhën, Instituti i Mjekësisë Ligjore, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur, pastaj janë përdorur edhe materiale të institucioneve të drejtësisë, aktakuza, aktgjykime, shkresa gjyqësore, por edhe arkivi i Institutit Krimit kryer gjatë luftës Kosovë. Tani më është njëra prej arkivave më të pasura me materiale që dokumentojnë krimet e kryer gjatë luftës në Kosovë, më të pasura në nivel vendi, për shkak se ne kemi arritur që të mbledhim do të thotë materiale që dokumentojnë krimet e luftës nga më shumë se 15 vende të ndryshme të botës, pastaj janë me qindra metra lineare material fizik arkivor që dokumenton krimet, do thotë mbi 21 terabajt material digital që dokumenton krimet e kryer gjatë luftës. Pra këto materiale janë përdorur për të validuar apo për të verifikuar se cilën viktimë. Për më tepër kemi përdorur edhe materiale nga organizata vendore dhe ndërkombëtare, për shembull Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, materialet e tyre, pastaj Fondi për të drejtën humanitare, që ka ekzistuar deri më tani si një prej referencave kryesore për viktimat e luftës në Kosovë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, organizata të tjera që kanë dokumentuar raste individuale. Kjo është shtylla e dytë e burimeve që janë përdorur. Pastaj kemi pas edhe burime plotësuese, padyshim, që do të thotë monografitë e caktuara, publikime shkencore dhe raporte hulumtuese për lokacione të ndryshme, për vendet, për masakra të ndryshme, dëshmi të familjarëve dhe personave me njohuri të drejtë për drejta. Pastaj dokumentacion personal familjar, bashkëpunimi që ju e cekët me të drejtë nuk ka munguar, por kemi marrë edhe emra dhe kemi përdorur si një burim dokumentimi dhe komplekset memoriale, monumente, pllaka përkujtimore e kështu me radhë. Do thotë krahas ka një filtrim të themi të dhënave të cilat deri tash i kemi pasur në dispozicion të organizatave ndërkombëtare, të atyre vendore, dhe ka pas raste kur kanë qenë ndoshta jo të përputhshme ato që keni marrë në një burim dhe një në tjetër, si keni vepruar për t'i filtruar, për t'i vërtetuar, sepse ju do të krijonit pra me këtë raport të dhëna autentike dhe të besueshme si institut në nivel vendi dhe institucional që jeni. Krahas harmonizimit të burimeve, do të thotë, siç e ceka krejt në fillim, asnjë burim nuk është trajtuar si i mjaftueshëm ose përfundimtar në vetvete. Krahas harmonizimit të këtyre burimeve, instituti ka zhvilluar hulumtime dhe verifikime
në teren për plotësimin e dhënave dhe evidentimin e rasteve për cilat mungonin, si them, burimet ekzistuese. Do të thotë, janë përdor përveç krejt këtyre burimeve, është përfshirë edhe puna në teren, sepse siç e dini instituti tani më është i shtrirë në të gjitha rajonet e Kosovës me zyre dhe zyrtarë. Edhe në këtë formë kemi arritur që, do thoja, për secilin viktim shqiptare, mesatarisht i kemi 8 burime që e konfirmojnë se ai person, se ajo është i vrarë, i zhdukur me dhunë apo i vdekur si pasojë e luftës. Ndërsa për rastet e qytetarëve ose personave të etniteteve të tjera, numri i burimeve mund të jetë më i vogël ndoshta, por asnjëherë nën 3. Cila është pra qëllimi në përgjithësi kuptohet, është krijimi i kësaj databaze që ka në një nivel më të lartë të besueshmërisë dhe krahasuar me listat që deri tash kanë qenë në dispozicion. Mund të themi se janë të identifikuara, të filtruara dhe të verifikuara më shumë, kanë numër më të madh të përfshirjes. Çka ka që e bën dallimin pra me ato që deri tash kemi pas? Dallimi jonë është metodologjik, do thoya. Janë caktuar kriteret bazë, do të thotë që kanë përcaktuar se cilat janë personat që do të përfshihen në listë. Janë 4 kriteret kryesore, janë personat cilat kanë lindur, kanë jetuar ose kanë pasur vetbanim në territorin e Kosovës në kohën e luftës. Janë ata persona që kanë pasur plagë vdekëprurëse ose janë zhdukur në territorin e Kosovës në rrethana të ndërlidhura drejt për drejt me luftën. Pastaj kanë humbur jetën si pasojë drejt për drejt e plagëve të marrura në luftë në Kosovë. Edhe kriteri 4 ka qenë bazuar në dokumentacionin e verifikuar, personat që janë përfshirë në listë kanë lidhje të drejt për drejt me ngjarjet e luftës në Kosovë. Në këtë rast, do të thotë që metodologjia jonë na ka detyruar për shembull që ti përjashtojmë nga lista dhe pse kanë mundur të ekzistojnë në lista të tjera diku rreth 267 persona që figurojnë në evidenca të tjera por nuk janë përfshirë në listën tonë. Kryesisht këta persona janë të vrarë jashtë territorit të Kosovës ose raste që nuk kanë lidhje të dokumentuar drejt për drejt me luftën në Kosovë. Por sigurisht është cekur edhe në raport, po e them edhe këtu, se mos përfshirja e tyre nuk kupton mohimin e statusit të viktimës. Por thjesht se nuk i ka plotësuar kriteret, do të thotë metodologjike që ne i kemi përcaktuar për të përfshirë personat në këtë listë. Pastaj janë edhe 4 parime themelore të mënyrës se si ne i kemi integruar burimet. Asnjë burim nuk trajtohet si mjaftueshëm në vetvete. Këtë po e them qëllimisht disa herë në mënyrë që na ngjelet të kuptohet drejt. Informacionet përdoren në mënyrë plotësuese për të krijuar evidencën sa më kredibile. Domethënë është kjo plotësueshmëria që e kemi quajtur ne. Pastaj para integrimit të dhënat janë strukturuar dhe janë standardizuar sipas fushave e formave të njëjta duke mundësuar krahasim sistematik. Njëjtë do të përdoren edhe informacionet e ardhshme që na vijnë tash për shkak të lancimit të listës, veç pak më herët e poshtë në zyre, ishin diku rreth 16 raste që kanë kontaktuar institutin qoftë për të dërguar informacione plotësuese, qoftë për të kërkuar ndonjë informacion shtesë lidhja me viktimat që janë të përfshirë në luftë. Edhe është gjurmëshmëria për secilin rast në databazën ose në platformën e institutit që është përdorur për krijimin e listës, ruhet lidhja me burimin përkatës në mënyrën që origjina e informacionit dhe historiku i përditësimeve të identifikohet në çdo fazë. Edhe, si më thënë, parimi i 4 është integriteti. Harmonizimi nuk ndryshon përmbajtjen faktike të burimeve origjinale, mos përputhje të ruhen dhe trajtohen brenda procesit të verifikimit. Ne gjersa po flasim tani kemi diku rreth 181 raste që janë gjindë në burime të tjera, janë duke u trajtuar nga ana e institutit, por për shkak të mos përputhjeve që i kemi hasur, akoma nuk i kemi vendosur në listë. Kjo do të nënkuptonte sigurisht edhe këtë përditësimin, sepse lista është quajtur edhe ashtu preliminare, sepse nënkupton vazhdimisht plotësimin dhe përditësimin e të dhënave, qoftë me këto rreth 180 raste që i përmendet që janë në fazë të verifikimit,
dhe të atyre që, si që ka qenë gjatë ditës sot, që kanë kontaktuar disa prej qytetarëve, ndoshta, ose institucioneve për atë që e përmendët, që kanë interesim të sjellin të dhëna të reja. Eksakt, do të thotë është metodologjia, parimet kryesore që i kemi ne, por edhe mënyra e verifikimit që është ndarë në 3 faza të ndryshme që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, që e bëjnë këtë listë, si them, të ndryshme nga listat ekzistuese ndoshta, por edhe që e bëjnë këtë listë të besueshme dhe të institucionale. Si është mënyra, zotëri, të themi nga qytetarët, sepse sigurisht kur nga dita sot me veç do të kenë interesim të gjithë ata që kanë informata dhe kanë dokumente. Si është rruga që t'ju kontaktojnë dhe të ju gjejnë dhe të ju sjellin informacione, apo keni ekipe të shpërndara në terren të cilët pas gjurmëve do të nisen dhe do të verifikojnë tutje këto që keni nisë me këtë raport më herët? Përveç që i kemi zyrët edhe zyrtarë të shtrirë në 7 rajonet e Kosovës, por zyra qendrore në Prishtinë dhe 6 rajone tjera, qytetarët e kanë shumë të lehtë të na kontaktojnë. Me thënë drejtën, nuk ka qenë problemi gjetja e njerëzve që janë akoma në Kosovë. Njëra prej arsyeve që unë kam insistuar ta lansojmë listën edhe pse është preliminare, do thotë jo krejtësisht e verifikuar dhe jo me krejt kategoritë, ka qenë fakti se ka raste kur fatkeqësisht e tërë familja është zhdukur, vrarë apo ka vdekur si pasojë e luftës në Kosovë, ose ka raste kur të gjithë familjarët e një viktime të caktuar janë dëbuar, janë larguar nga vendi për shkak të dëbimit që ju ka ndodhur gjatë luftës ose për shkak se më vonë kanë emigruar diku jashtë. E ne kemi pasur dëshirë që t'ju japim rastin të gjithëve që të na ndihmojmë ta krijojmë një listë sa më të besueshme edhe sa më mirë të verifikueshme. Do të thotë mjafton që qytetarët e Kosovës të futen në listë që është online tani më, edhe përmes një kërkimi të thjesht t'i kërkojnë personat që mendojnë që duhet të janë në këtë listë, edhe në rast se kanë informata shtesë për ato persona që janë në listë, mund vetëm ta klikojnë kontaktoj institutin dhe të ato të dhëna pastaj do të kontaktohet instituti me automatizëm. Në rast se kërkojnë ndonjë person, do të thotë edhe eventualisht nuk e gjejnë në listë, atëherë duhet ta bëjnë të njëjtën, duhet ta dërgojnë dëshminë dhe materialet që tregojnë se ai ose ajo është person i vrarë, i zhdukur me dhunë apo i vdekur si pasojë e luftës, dhe ne pastaj do ta trajtojmë atë material në përputhshmëri me metodologjinë për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës Kosovë apo në metodologjinë për krijimin e listës së viktimave. Ky raport fillimisht ka përfshirë disa kategori, përmendet edhe në fillim, mendoni që ta përdisoni edhe në përfshirjen më të gjerë edhe të kategorive të tjera, apo do të mbetemi vetëm tek personat që janë përcaktuar që në fillim? Jo, absolutisht. Ne në këtë fazë kemi përdorur vetëm 3 kategori. Apo do të kemi një krejt të ri, të themi për kategoritë veçanta? Do të kemi kategori të tjera, kategori shtesë. Në këtë fazë, për shembull, janë përdorur vetëm 3 kategori: personat e vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personat e vdekur si pasojë e luftës. Normalisht në të ardhmen, apo dhe tani më jemi duke punuar, por nuk e kemi finalizuar në tërësi, do të krijojnë edhe kategorizime tjera për këto persona. E keni përmendur sot në konferencë përfshirjen edhe të personave që kanë humbur jetën menjëherë pas luftës si pasojë e lëndimeve të marra, dhe kjo pritet të bëhet në një fazë tjetër, apo jo? Jo, në këtë fazë, për shembull, i kemi janë 2 periudha kohore ashtu siç kemi të përcaktuara me ligj. Është periudha e luftës, për cilën ne dokumentojmë, që është periudha nga 1 janari 1998 deri më 20 qershor 1999, edhe periudha e pas luftës, që i bie nga 21 qershori 1999 deri më 31 dhjetor vitit 2000, të gjithë personat që e kanë humbur jetën pas periudhës së luftës, janë vrarë, janë zhdukur me dhunë, apo e kanë humbur jetën si pasojë e drejtë për drejtë e luftës në Kosovë, figurojnë në këtë listë. Në këtë raport, po janë kapitull i veçantë? Jo, nuk janë kapitull i veçantë, janë kapitull i njëjtë, vetëm se janë të ndarë dhe të kategorizuar në bazë të kohës. Por kategorizimi është edhe i vrarë, i zhdukur edhe i e vdekur si pasojë e luftës. Kategorizimet e tjera që do t'i bëjmë në të ardhmen do t'jenë, ose që jemi duke punuar në to, është civil, viktimë civile,
është person i armatosur, është pjesëtar i forcave të armatosura e kështu me radhë. Mendoj që sidomos kur të dhënat interpretohen për shembull në baza ose analizohen në baza etnike, një kategorizim i tillë është më shumë se i domosdoshëm. Për shkak se këto na e krijojnë mundësitë sigurisht pastaj për të bërë analiza më të thelluara sa i përket pasojave të luftës që kanë shkaktuar lufta në Kosovë. Për momentin e kemi vetëm këto 3 kategori dhe për çështje të caktuara, për shembull, kur i kemi analizuar të dhënat në bazën të përkatësisë etnike, i kemi përdorur vetëm në mënyrë analoge, kështu do thoja, dhe kategorizimet që i kanë bërë listat e kaluara sa i përket statusit të tyre civil ose personi armatosur ose pjesëtar i forcave të armatosura gjatë luftës. Dhe të dhënat rezultojnë se gjatë luftës në Kosovë, do të thotë janë në listë 13.227 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë ose të vdekur si pasojë e luftës. Nëse këto dhëna analizohen pastaj mbi baza etnike, shohim që nga ky numër 81.9% ose 10.837 persona të përfshirë në listë i takojnë komunitetit shqiptar, 1917 janë të komunitetit serb. Pastaj ka 138 për shembull të komunitetit rom, pastaj bosnjak, malazez, ashkalin, dhe është një grup i atyre cilëve nuk dihet identiteti i tyre etnik në atë kuptim, janë të panjohur. Por vlen të theksohet që nëse këto dhëna për shembull analizohen pastaj në bazë të statusit të tyre, nëse kanë qenë persona të armatosur ose civil, e këtë kategorizim ne akoma nuk e kemi bërë me anë të metodologjinë tonë në këtë edicion, si ta quaj, ose në këtë numër të raportit. Por të dhënat e listave tjera tregojnë që për shembull mbi 80% e viktimave të komunitetit shqiptar janë civil të vrarë në luftë, janë të kategorizuar ashtu, ndërsa mbi 52.4% e personave që janë të vrarë, të zhdukur ose të vdekur si pasojë e luftës të komunitetit serb janë persona të armatosur ose që domethënë evidentohen si pjesëtar të forcave të armatosura ose policë. Nga të gjitha këto që sot janë prezentuar, pjesa më e ndihshme ndoshta është verifikimi i mbi 1.000 fëmijëve të vrarë që mbi 90% e tyre pra janë shqiptarë. Ka sakt ka në këtë raport? Në të dhënat tona, në raport që i paraqesim, është analiza demografike, pastaj gjinia edhe grup moshat. Nëse bëjna për shembull një krahasim në kuptimin gjinor, atëherë shohim që shumica e personave të përfshirë në këtë listë, respektivisht 11.415 ose 86.3% të tyre janë të gjinisë mashkullore. Por kemi edhe 1.811 gra që kanë qenë të vrara, të zhdukura me forcë apo të vdekura si pasojë e luftës në Kosovë. Do të thotë dokumentimi i tillë ose analiza e tillë dëshmon se pasojat e luftës nuk janë kufizuar vetëm te meshkujt, por ka pasur edhe të qytetarë të gjinisë femrore. Kur pastaj kjo analizë përfshihet, nëse e bëjmë analizën në kuptimin e grup moshave, shohim se 57.5% të gjithë personave të përfshirë në listë i përkasin grup moshave 18 deri në 50 vjeç. I bie se është targetuar më tepër një kategorie popullsisë që konsiderohet si mosh pune. Mirë po, nuk është që janë, si më thënë, janë përjashtuar edhe grupet më të cenueshme, që janë fëmijët dhe që janë të moshuarit e moshës mbi 65 vjet. Nga totali i numrit të personave të vrarë, të zhdukur edhe të vdekur gjatë luftës, 14.7% janë të moshës mbi 65 vjeçare, respektivisht 1949 persona janë të moshës mbi 65 vjeçare. Dhe në moshën 0 deri në 17 vjeç i kemi 1240 ose 41 fëmijë. Nëse këto dhëna të këtyre
do të thotë, nëse dhënat e grupmoshës analizohen pastaj mbi baza etnike, shihet që numri i fëmijëve shqiptar të vrarë gjatë luftës është 1156, që i bie mbi 93% e totalit të fëmijëve të vrarë gjatë luftës, ndërsa fëmijë të etnicitetit serb janë 42 ose 42, fëmijë të etnicitetit rom janë 19, fëmijë të etnicitetit ashkalin janë 14, fëmijë të etnicitetit egjiptian janë 5, ndërsa nga një fëmijë të etniciteteve kroat, malazez dhe turk, gjithashtu figuron në listën tonë, dhe 2 fëmijë janë me etnicitet të panjohur. Në terma absolut, tash nëse analizojmë numri i fëmijëve shqiptar të përfshirë në luftë, të përfshirë në listë është rreth 27 herë më i lartë se sa numri i fëmijëve për shembull serb, që është kategoria e dytë më e lartë. Krahasuar me secilin prej komuniteteve tjera, dallimi është edhe më i madh. Unë dua ta them një gjë që nuk është përfshirë në raport, përmbas të analizave që i kemi bërë në listë deri më tani, nuk kemi hasur që ndonjë fëmijë i komunitetit jo shqiptar të jetë i vrarë, i zhdukur nga shqiptarët. Është interesant, për derisa ka shi fëmijëve shqiptarë ose ka shi gjithë fëmijëve që janë të përfshirë në këtë listë, janë ekzekutuar edhe ekzekutime më gjaktëftave të mundshme, për shembull në distancë të afërt. Mos të flasim që ka pasur fëmijë të përfshirë edhe në masakra të ndryshme, edhe të ekzekutuar në mënyrën më makabre të mundshme. Unë mendoj që në të ardhmen instituti duhet edhe do ta bëj, besoj këtë edhe kategorizime të më të tjeshme, për shembull. Përveç se cilët kanë qenë civil, do të krijojmë nga një, si them, profil në databazën tonë për secilin viktim, ku përfshihen mënyrat se si janë ekzekutorët kush kanë qenë, pastaj personat, nëse për shembull kemi pasur raste ne dim që gjatë periudhës së luftës ose gjatë periudhës së para luftës, njerëz që nuk kanë qenë pjesëtar të forcave ushtarake ose policore janë armatosur nga ana e regjimit edhe sistemit atëherë. Ata persona nuk mund të kategorizohen si civil, edhe nëse janë vrarë gjatë luftës ose pas luftës. Po, mendoj që ka punë edhe na presin shumë detyra në mënyrë që ta shtjellojmë sa më shumë që është e mundur dhe në mënyrën sa më profesionale, sa më të drejtë që është e mundur, çdo detaj që ndërlidhet pastaj me këto viktima. Sa keni të themi pritje që kjo do të ndihmojë ndoshta edhe procesin e drejtësisë në përgjithësi? Ne kemi të nevojshme, shumë të nevojshme madje këto gjetje që të hapen tutje ose të vazhdohet tutje me procese të ndryshme të ngritura që do të zbarnin gjitha këto krime të ndodhura në... Venera mandati i institutit është dokumentues dhe hulumtues. Do të ne nuk kemi mandat hetues, do thoya unë, për arritjen e drejtësisë. Megjithatë janë 3 shtylla kryesore mbi bazën e të cilave mendoj që instituti duhet ta ndërtoj bashkëpunimin për edhe zhvillimin e më të tjeshëm, për edhe ta shtri ndikimin në kuptimin pozitiv të fjalës në shoqëri edhe në vende, në rajone. Shtylla e parë është përmes institucioneve edukative arsimore ne duhet të pretendojmë që të krijojmë të dhëna sa më kredibile, të bazuara në metodologji profesionale që i plotëson gjitha standardet ndërkombëtare, por edhe i adreson nevojat vendore dhe rajonale këtu te ne, që e drejta të ruhet, të gjendet edhe të interpretohet në mënyrën më drejtë. Shtylla e dytë është përmes institucioneve të kulturës, përmes filmit, dramës, ekspozitës e kështu me radhë, të arrijmë që ta sensibilizojmë shoqërinë dhe ta ngrisim vetdijen e shoqërisë lidhje me krimet e kryer gjatë luftës në Kosovë, domosdoshmërinë për mosmohimin e tyre, pastaj pranimin e tyre edhe ndërtimin e një paqe të qëndrueshme mbi të vërtetën që ekziston në këtë rajon. Edhe shtylla e tretë është që të shërbejmë institucioneve të drejtësisë me anë të, po mënyra se si jo shërbejmë ne atyre është jo duke kryer hetime,
por në proceset e tyre të hetimeve, me ta t'i ndojmë materialet që ne i posedojmë në mënyrë që ata pastaj t'i përdorin për qëllime të drejtësisë. Në këtë aspekt kisha fjallën kur thash se do të ndihmonit sigurisht edhe në proceset tutje që do të ndodhin, sepse ju do t'jeni dire hapur e bashkëpunimit me institucionet përkatëse, pra për t'i ofruar këto të dhëna të mbledhura për shumë kohë, dhe do t'jetë pastaj normalisht kjo një ndihmes që të procedohen tutje, qoftë ngritje të akt akuzave apo gjykimet e cilat janë mëse të nevojshme për t'i zbardhë dhe për të pushuar ndoshta në një farë forme të gjithë ata qytetarë që kanë peng, ka shumë prej tyre që ende nuk dinë për patin e familjarëve. Unë e them me shumë, si them, satisfaksion që ne tani më veç bashkëpunojmë me 3 këto shtylla. Kemi konferencën shkencore që organizohet në baza vjetore, kemi ekspozitat të ndryshme që bëhen në vend, në rajon edhe në vendet të ndryshme të botës. Por edhe kemi një bashkëpunim të fryrshëm me institucionet e drejtësisë. Por natyra e bashkëpunimit, siç thash, është ata janë duke hetuar një rast, për shembull, të caktuar dhe kërkojnë tek ne nëse eventualisht posedojmë ndonjë material që ndërlidhet me ngjarjen apo me personin e caktuar cilin ata janë duke hetuar. Edhe ne nëse i kemi ato materiale, sigurisht që i ndajmë me ta, njëjtë që i ndajmë me producentët për të bërë filma, ekspozitat të ndryshme, njëjtë që i ndajmë me akademikët për të shkruar raporte të ndryshme apo punime të ndryshme shkencore. Do të ky bashkëpunim ekziston. Këtë bashkëpunim do ta vazhdojmë në të ardhmen gjithashtu, dhe patjetër instituti është i hapur që ta zhvillojmë më tej edhe me institucione të tjera bashkëpunim të ngjashëm. Sigurisht. Pra është një listë ku tashmë është e mundur të kontaktohen dhe të rishikohen apo të shihen, të shfrytëzohen për studime, për studiues të ndryshëm, për studentë dhe për institucione tjera të rëndësishme. Më intereson se sa ka qenë e vështirë të themi, sepse bëhet fjalë për bashkëvendasit tanë në aspektin emocional. Sigurisht, rrëfimet që janë dëgju, verifikimet derisa janë bërë, i përmendet kategorinë ndoshta që shkakton pa diskutim një dhimbje të madhe kur flitet për fëmijët që kanë humbur jetën. Sa ishte vështirë realizimi i gjithë këtij projekti? Ne kemi arritur që gjatë kësaj periudhe 2 vjet e gjysmë, do thoya, ta krijojmë një ekip të mirë, të qëndrueshëm, cilët kanë punuar në këtë drejtim. Nuk është punë e lehtë, absolutisht, është punë goxha sfiduese. Fatkeqësisht vitin e kaluar, në vitin 2025, 9 persona që kanë qenë pjesë e institutit e kanë lënë punën, edhe njëra prej arsyeve kryesore pse e kanë ndërprer punën ose kanë kaluar janë transferuar në ndonjë institucion tjetër është edhe fakti që kjo është një punë me ngarkesë goxha të lartë emocionale. Mundohemi me ndihmu njëri tjetrin, ne kemi një, do thëja kështu, dokument që e kemi quajtur vlerat themelore të sjelljes edhe me njëri tjetrin, por edhe me palët në terren. Kemi ndjek një numër të caktuar të trajnimeve që janë ofruar prej qeverisë të Republikës së Kosovës, por edhe trajnime që janë ofruar nga organizata të ndryshme, profesionistë të fushës, për të na ndihmuar që ta balancojmë punën me përndryshe në organograme kemi të paraparë edhe psikologun për brenda institutit në mënyrë që të konsultohemi her pas here kur kemi nevojë. Ka qenë sfiduese, është sfiduese, mirë po dikush duhet ta bëjë këtë. Patjetër. Mendoj që pak kemi bërë realisht si shoqëri në përgjithësi, marr këtu për bazë edhe vetë ne si media, sepse mendoj që është dashur ndoshta shumë më shumë dhe shumë më shpesh të bëhet. Të jemi edhe vetë kritik, edhe ju edhe ne. Nëse më lejohet, tash më dal jashtë diskutimit për raportin, unë mendoj që ne si vend dhe si shoqëri dhe si popull kemi dështuar me i dokumentu krimet e kryera gjatë luftës së Kosovës, ose krimet e kryera gjatë luftrave, krimet e kryera të slavëve kafshë i popullsisë shqiptare prej vitit 1877-78, kur ka filluar krijimi i shteteve kombën rajon. Kemi Kongresin e Berlinit, lidhjen e Prizrenit e kështu me radhë. Domethënë, këtu kanë filluar edhe krimet e para për qëllim të shtrirjes së më të tjeshme territoriale, pastaj kemi krimet e luftës së parë ballkanike, luftës së dytë, luftës së parë botërore, periudhës mes 2 luftrave, pastaj luftës së dytë botërore, kështu me radhë, deri tek krimet e Jugosllavisë së dytë që quhen, ose gjatë që ka ndodhur gjatë viteve 80-ta e tutje ose në këtë periudhë. Është iniciativa e parë
serioze, shtetërore, nga një shoqëri shqiptare, do thoja, që me trajtu dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftrave këtu në këtë rajon në mënyrë serioze dhe në mënyrë profesionale. Edhe unë me të vërtet jam mirënjohës karshi qeverisë, cila e ka themelu këtë institut, sepse mënyra që është themelu këtë institut tani, këtë institut ishte i themeluar me legj, ose karshi ligjvënësve të them ma mirë, dhe karshi kryeministit cili e ka mbështet në vazhdimsi funksionalizimin po dhe fuqizimin e institutit, sepse është iniciativa e parë serioze, shtetërore ose institucionale që ne jemi duke e bërë si vend e si shoqëri për dokumentimin e mirëfillt të krimeve të kryera gjatë luftës Kosovë. Tek mediat kur jemi, unë jam shumë mirënjohës mediave, sepse puna e disa organizatave, pastaj edhe individëve, por edhe vetë mediave, ka qenë shumë e rëndësishme dhe thelbësore në rujtjen e këtyre materialeve që kanë mbetet, që tani po i përdor instituti për t'i arkivuar, por edhe për të ndërtuar argumente mbi to. Sigurisht. Puna e mediave ka qenë, po mënej, shumë e rëndësishme dhe jam mirënjohës gjithsesi për krejt këtë punë që është bërë gjatë këtyre 25 viteve ose deri në vitin 2023, kur fatkeqësisht nuk ka qenë institucionalizuar deri në këtë mas procesi pra janë varë dokumentim. përpjekje të themi më mirë të grupeve të vogla të organizuar qoftë brenda mediave ose brenda institucioneve në mënyrë që të ruhen dhe të dokumentohen gjitha këto që populli ka kalu dhe ka përjetu, po e kisha fjalën pikërisht në këtë pikë që duhet të ishte më e institucionalizuar si njësi brenda shtetit, sepse është e nevojshme dhe ky bashkëpunim edhe me institutin dhe media tashmë për të kriju dhe për të argumentuar gjithçka çfarë ka diskutim, mua gjithashtu më vjen shumë mirë që përveç bashkëpunimit shumë të frytshëm që e kemi me mediat, por edhe me organizatat të ndryshme, dua ta veçoj këtu për shembull bashkëpunimin që e kemi pas me Fondin për Drejtën Humanitare, me zotëri Bekim Bllakën, i cili na ka mbështetur gjatë tërkohës me informacione që i kemi kërkuar. Pastaj me zotëri Ibrahim Makollën, i cili gjithashtu si pjesë ish e Këshillit për mbrojtjen e drejtave lirive të njerëzit na ka mbështetur në vazhdimsi, do të janë organizata me profesor Jusuf Osmanin e të tjerët që në vazhdimsi edhe me mediat po ashtu edhe me autorë të tjerë që janë marrë me këtë çështjen e dokumentimit të viktimave të luftës në vazhdimsi e kanë mbështetur institutin sepse kemi arrit me e kuptu që kjo është një përgjegjësi që na takon të gjithë neve. Instituti është i Kosovës, është i krejt organizatave, individëve, njerëzve që janë dashamirë të së vërtetës. Edhe duhet që bashkarisht ta fuqizojmë dhe të dokumentojmë krimet e kryera gjatë luftës në mënyrën më të mirë të mundshme. I përmende paga shumë hapa tutje se si do të vazhdoni në përfilimin e këtyre dokumenteve, raporteve dhe listave, një përmbledhje të shkurt për atë se si do të vazhdoni pra në hapat e tjerë pas këtij raporti. Pas këtij raportit duke dalë parës prej zyres e pas që në kanë ardhur 16 kërkesat e reja të palëve nga jashtë që qofte kanë kërkuar përmirësim të ndonjë të dhënë ose kanë dërguar materiale shtesë ose kanë kërkuar ndonjë familjar ose mik të tyre në listë nuk e kanë gjetur dhe kanë dërguar materiale që i bie që ne tani do të kemi punë që të mbledhim materiale tjera dhe si thash qëllimi ynë është që kjo listë të evoloj në një databazë e cila do t'jetë për secilin person të përfshirë në të, do të si një lloj arkive ku përfshihen pastaj edhe informata shtesë lidhje me fatin e personit që gjendet në këtë listë. Normal, ne do të vazhdojmë patjetër në kategorizimin e më të tjeshëm dhe në analiza edhe më të thelluar asaj përket shkaqeve dhe pasojave që këto që lufta per se ka kriju, por edhe që humbja e këtyre viktimave ka kriju pastaj te familjarët dhe te rrethet dhe te shoqëria në përgjithësi plagët që kalon mrapa. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme për ne që përveç listës së personave ose viktimave njerëzore të luftës, ne të kemi gjithashtu një lloj liste ose databaze sa i përket numrit për ngjarje të tjera, masakrave, për shembull, ose edhe varrezave masive në këtë rast. Sigurisht në të ardhmen instituti duhet ta ketë si qëllim afatmesëm ose afat gjatë krijimin e listave edhe të burgosurve politike, edhe të krimeve tjera që kanë shpier deri te lufta, sepse ligji neve na mundson që
me prioritet të trajtojmë periudhën e luftës, këtë periudhën e pas luftës deri në 31 dhjetor vitit 2000, për na lënë hapësirë, do të thotë që në periudhën e pas luftës të kemi të drejtë legjitime ose kemi mandat që të dokumentojmë çdo krim që ka shpier deri te lufta e fundit. Që i bie ne kemi mundësi të krijojmë databazë për gjë që kemi bërë për ta pasurojmë më tutje për ushtarët shqiptarë që kanë qenë të vrarë në armatën jugoslave gjatë viteve 80-90. Pastaj nxënësit e helmuar që kanë qenë, ose të burgosurit politik, ose databazat të ndryshme dhe listat të ndryshme që pastaj mund të shërbejnë, siç thash, kujdeses kolektive, sepse pas çdo rasti të dokumentuar qëndron një histori individuale, një familje, një komunitet i prekur nga lufta. Dhe databazat të integroj gradualisht edhe dokumente arkivore, por edhe fotografi, pastaj materiale audiovizuale, dëshmi të tjera. Pastaj në këtë formë i kontribojmë edhe akademikëve ose institucioneve edukative arsimore akademike, për shkak se të dhënat e tona mund të bëhen burim referues për studiuesit, për universitetet, për institucionet e ndryshme të dijes, edhe bazë për analiza të ndryshme, qofshin ato historike, sociologjike apo demografike. Normalisht pretendojmë që me gjetjet e tona dhe materialet që i publikojmë, por edhe me arkivin tonë të ndihmojmë edhe politikat publike, sepse është shumë më rëndësi që tani Republika e Kosovës e ka një referencë institucionale, shtetërore, sa i përket do të thotë numrit të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë ose të vdekur si pasojë e luftës. Edhe kjo referencë institucionale mund të përdoret për raporte zyrtare, për programe memorializuese, pastaj për iniciativa arsimore, por edhe për komunikim me bashkëpunëtorët ndërkombëtar. Ne ka qenë kohë e dhimbshme, sidomos askush nuk e ka bërë këtë me qëllim, por shpesh herë në raste në institucione publike ndëgjojmë që kanë thënë janë rreth kaq njerëz të vrarë ose rreth kaq njerëz të zhdukur. Për familjarët kjo është më së paku irrituese. E tash fakti që ne kemi një listë institucionale mund të shërbejë edhe për politika publike, por edhe e forcon bazën faktike, mbi bazën e cilës do të thotë pasojat njerëzore të luftës edhe mbështet të drejtën për të vërtetën, për ta përcaktuar përgjegjësi penale individuale pastaj në të ardhmen. Do të thotë to janë ato farë motivet ose shtyllat kryesore të drejtësisë tranzicionale që Kosova duhet të si më thënë implementoj. Ajo që është e mirë dhe që vlen theksohet është që ne si vend, megjithëse një periudhë të gjatë kohore kemi marrur ndihmë edhe ekspertizë, po edhe ndihmë të llojeve tjera nga institucionet ndryshme ndërkombëtare nga vendet të ndryshme, tani më kemi ardhur në një pozicion kur po kemi mundësi me ndihmu, me metodologji, po edhe me këshilla e sugjerime vendet e tjera që janë duke përjetuar luftën tani. Për shembull, metodologjia për dokumentimin e krimeve të kryer gjatë luftës Kosovë përdoret në rastin e Ukrainës, përdoret edhe në vendet e tjera që janë duke përjetuar luftën. Pra do zgjerohet edhe mund të shërbej pra edhe më mund të shërbej edhe për qëllime tjera për te kufive. Ajo që dua të nënvizoj është se derisa kemi folur pra për gjitha këto gjetje dhe për krijimin e këtyre listave, ndërkohë kemi rastin e ngërmimeve që po ndodh për 2 ditë me radhë në Zubin Potok, ku tashmë janë angazhuar pra të gjitha institucionet përkatëse për të pasë se çka do të ketë nga deri tash nga ajo që është konfirmuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, se sipas pra vlerësimeve të tyre preliminare thuhet se mbetjet mortore janë me origjinë njerëzore dhe se punimet pra do të vazhdojnë dhe të gjitha këto dyshohet se janë nga 19 prilli i 99-s të një grupi që i përket intelektualëve të Mitrovicës. Gjithmonë këto të dhëna janë të thëna deri tash dhe të pakonfirmuara. Mirë po kemi pasur reagime lidhur me këtë rast. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka mirë pritur pra konfirmimin e gjetjes së një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potoku, duke e cilësuar ata si një zhvillim të rëndësishëm në përpjekje për zbardhjen e fatit dhe vendodhjen e personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Haxhiu e ka vlerësuar angazhimin e institucioneve që po merren me rastin, duke thënë se ky proces do ta ketë mbështetjen e plot deri në përfundimin e identifikimit të viktimave.
Po ashtu, gjatë ditës edhe Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se dyshimi i parë pra institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mërtore në Kalludër është se ato mund të përkasin pra këtij grupi prej 23 intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur në prill të 99-s, por ende, siç e thash edhe më parë, nuk është e konfirmuar. Lus nga regjia që të ndjekim deklaratën e Kryeministrit Kurtit edhe në gjatë ditës sot. Dyshimi yni me një hershëm, kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mërtore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualve, 23 sosh, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhënshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovicë. Ne nuk mund ta konfirmojmë që bëhet fjalë për ta, por kjo ka qenë dyshimi ynë i menjëhershëm, sidoqoftë duhet t'i presim organet tona që të na tregojnë se për çfarë bëhet fjalë atje, por duket që kemi një varrezë masive në fshatin Kalludër të Zubin Potokut, që është një komunë në veri të Ibrit, që ka qenë zone pa shqyrtuar më herët, pra bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve përkitazi me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Po ashtu, gjatë këtyre 2 ditëve, normalisht kanë qenë prezente edhe Ministri Sveqla dhe Ministri Agërvalla për të ofruar mbështetjen profesionale të ekipeve, të profesionistëve deri në përfundimin e gjitha këtyre punimeve të hapura tashmë. Detajet dhe të gjitha këto i keni parë sigurisht dhe në edicionet e lajmeve në Radio Televizionit të Kosovës dhe të gjitha të tjera të reja do të përcjellim në vazhdimsi, por ajo që dihet deri sot është se 2 të dyshuar, pra tashmë për 2 të dyshuarit është nisur dhe është mbajtur sot seanca fillestare, të cilët kanë lidhje me rastin e varrezës masive të zbuluar së fundmi pra në Kalludër të Zubin Potokut. Ata akuzohen për veprën penale, krime, lufte kundër popullsisë civile. Zotëretemi, pra të gjitha këto zhvillime, folëm edhe për rëndësinë që po e bëni ju në këtë punë dhe për fund një opinion të asaj se mendoni pra që ka ende vend për bashkëpunim edhe qoftë edhe në ato gjurmë që çojnë edhe për zbulimin e këtyre varrezave masive për raportet e ardhshme që do të përfiloni. Mendoj që është shumë e rëndësishëm fakti që ky koordinim ndërinstitucional për gjetjen, zbardhjen e fatit të pagjeturve është duke u, si më thënë, praktikuar në këtë formë, siç po praktikohet. Instituti është gjithmonë i hapur për bashkëpunim dhe një gjë e tillë bëjmë në vazhdimsi, sa është na kërkohet nga institucionet e tjera të përfshira në këtë proces, për shembull komisioni për të pagjeturit e kështu me radhë. Është e domosdoshme që ne mos kemi as si duplifikim të aktiviteteve, por të kemi, si më thënë, bashkërendim të tyre dhe harmonizim të tyre. Ne deri më tani si institut, edhe pse njëri prej institucioneve më të reja të krijuara, do thoya, në këtë fushë kemi kultivuar këtë frymë, kemi praktikuar, kemi pas një bashkëpunim të frytshëm, vazhdojmë ta kemi. Është shumë e rëndësishme që ka një gatishmëri, si më thënë, mbar institucionale për të mbështetur iniciativa të tilla. Unë di që përveç themelimit të institucionit gjatë 5 viteve të fundit kemi pas një rritje ose shtim të numrit të hetuesve në kuadër të Policisë së Kosovës, cili më herët ka funksionuar si një lloj divizioni, tani më është ndruar në departament. Kemi pas për shembull plotësim, do thoya ndoshta edhe në prokuroria edhe në shtim të numrit të ekspertëve dhe personave që kanë punuar në këtë fushë. Zotën, kjo është edhe njëra prej shkaqeve që disa prej rezultateve po shihen edhe në terren, që është shumë e rëndësishme për të kaluarën tonë, por edhe për të tashmen edhe për të ardhmen tonë, që të kultivohet një kulturë e të marrërit me të kaluarën edhe e ndërtimit të një të ardhmen mbi bazën e të vërtetave që dokumentohen mirëfilli në mënyrë shkencore ose profesionale. Faleminderit shumë, zotëretemi, për gjitha këto detaje që i keni dhënë në këtë orë
të parapar pra në RTK Prime edhe për të gjitha bashkëpunimet tutje që do të zhvillojmë sigurisht edhe mes dy institucioneve, sepse RTK vazhdon të prodhoj dokumentar dhe të bashkëpunoj edhe me institutin pikrisht në këtë drejtim që të dokumentohen dhe të shfaqen sa më shumë rrëfimet e luftës. Është një cikël prej dokumentarëve që me vite ndodh këtu dhe po shpresoj se do të kemi mundësinë e bashkëpunimit tutje. Patjetër me drejtorin Rilin na kemi pasur bashkëpunim të frutshëm pe fillimit dhe vazhdoj që kjo të vazhdoj. Shpresoj që kjo të vazhdoj. Ju faleminderit për hapësirën, gjithmonë me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Mirupafshim.